Të nderuar qytetarë të Shkodrës, vendi ynë ndodhet në momente kritike për të ardhmen. Prandaj duhet që secili prej nesh të bëjmë detyrën tonë duke larguar një herë mirë këtë pushtet të korruptuar dhe të kriminalizuar. Ju ftojmë ditën e martë me datën 18 mars në orën 19 në Pallatin e Sportit Gjazim Dervishi të Shkodrës, ku lideri i Partisë Demokratike, njëkohësisht lider i koalicionit për Shqipërinë Madhështore, profesor doktor Sali Berisha, prezanton programin politik dhe listën fituese të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Të nderuar shkodran, jeni të ftuar t'i bëjmë një pritje madhështore dhe një mbështetje maksimale kandidatëve fitues dhe liderit të opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Të martën ora 19, të gjithë në Pallatin e Sportit, të gjithë së bashku për një Shqipëri madhështore.